Nuk mund ta vlerësoj askush gruan më shumë se sa krijuesi i saj, se sa Zoti. Prandaj ju ftoj të shihni veten tuaj në atë këndvështrimin hyjnor, i cili e deshi krijesën e njeriut të jetë në piedestalet më të larta, por sidomos gruan të jetë në statusin e duhur. Nëse jemi besimtar, nëse jemi krijesa të Zotit, nëse jemi ata që kemi frikë Zotit se do të na pyes për gjithë, do të na pyes dhe për hakun e bashortëve tona, dhe anasjelltas. Bashortët do të pyes për hakun e bashortëve të tyre, atëherë le të bëjmë misionin që na kërkohet si njerëz dhe të ndihmojmë njëri tjetrin, sepse jo më kot Zoti prej fillim krijoi burr dhe grua dhe i quajtë zogj, palë, që plotësojnë njëra tjetrën. Le të funksionojmë si palë që të ketë lexet dhe të ketë kuptim jeta. Përndryshe, nëse nuk funksionojmë si palë, ne thjesht do t'i bëjmë padresi njëri tjetrit dhe ne thjesht do ta dëmtojmë vetë konceptin e jetës, palë mirë, por me statusin dhe me dinjitetin me cilin na krijoi Zoti.